Pas akuzave se një person ka dhënë 500 euro rushfet për sigurimin e votave për Partinë Demokratike në Lushnjë, ka reaguar sot ish kryetari i Partisë Demokratike Dega Lushnjë dhe kandidati për deputet Eduard Sharka me anë të një deklarate publike në rrjetet sociale. Marin Leka nuk është dhe nuk ka qenë kurrë antar i Partisë Demokratike Dega Lushnjë dhe nuk ka patur asnjë kontakt me strukturat e PD-s në Lushnjë, me kandidatët apo dhe me stafet e tyre. Dje emri i tij u përmend në një deklaratë të policisë së shtetit si i përfshirë në një tentativë për blerje votash në emër të një subjekti politik. Portalet të afërta me qeverinë e shfrytëzuan menjëherë këtë për të hedhur balt mbi Partinë Demokratike. Sipas informacioneve të bëra publike në media, deklarata e policisë është ndërtuar vetëm mbi dëshminë e një qytetari, të cilit i është marrë karta identitetit dhe që ka pohuar se mashtruesi i kishte kërkuar votën për PD-n. Sipas Sharkës, kjo nuk është drejtësi, kjo është një manovër e ulët për manipulim dhe typnaj politike e qëllimshme në një moment kritik për mazhorancën. Deklarata vazhdon me akuza ndaj strukturave të Partisë Socialiste dhe drejtueses së saj në Fier, Belinda Ballukut, ku përmenden shpenzimet mbi 500.000 euro të harxhuara në dreka e darka me gradhe pensionist. Dhuratat, premtimet dhe presionet nga njerëzit e afërt me zëvendës kryeministren të organizuara në shkelje flagrante të ligjit dhe mbi 20 zyra elektorale ku ka 6 muaj që paguhet në të zezë qeraja dhe personat që i mbajnë hapur. Sipas zotit Sharka, kjo është e vërteta që policia e shtetit dhe prokuroria duhet të hetojnë menjëherë. Partia Demokratike nuk ka patur dhe nuk do të ketë kurrë lidhje me individ që përdorin politikën për pazare të pista. Ne jemi këtu për të rikthyer shpresën, ndershmërinë dhe dinjitetin në politikë dhe në institucionet e këtij vendi, mbyllet deklarata e zotit Sharka.